Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 18, data 18 shkurt 2026. Duket se kemi një ditë shumë të rëndësishme mbi takimet dhe bisedimet që ndikojnë shumë. Kemi diellin udhëtimin e tij të përkohshëm dhe ndikimin e madh që do të thotë në shenjën e peshqve, shenja e fundit e zodiakut, që pothuajse një herë në vit që shkon në çdo shenjë, sepse çdo muaj dielli ndryshon shenjë. 12 shenja zodiakale do të thotë 12 muaj të vitit, pra një herë në vit që ndikohet në këtë drejtim. Kemi që për herë të parë në 3 vitet e fundit është dhe ditëlindja pa ndikime kërkuese të Saturnit dhe të Neptunit, sepse duke pasur parasysh edhe kohën dhe momentin që ndodhin fenomenet, është diçka shumë e rëndësishme. Për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me anën pozitive, lidhje me ndryshimin dhe takimin që kanë të bëjnë, në anën tjetër është një moment dhe një mundësi shumë e mirë, sepse dielli në peshk na mëson shumë gjëra nga mbasditja, sidomos do shikoni dhe do kuptoni shumë gjëra në këtë drejtim. Por shenjat që kanë bëjnë përfitojnë shumë për sa përket kësaj dite janë shenjat e ujit, siç janë shenja e Gafores, që ka indikim të 30 diqet në fushën e punës, fushën e karrierës dhe në anën e dashurisë. Në anën tjetër kemi akrepët që janë shenja më ndikuese, me ndryshime më të mëdha në fushën e karrierës dhe në udhëtime, sepse janë mjaft perfekte në punën e tyre dhe në ndryshimet që vijnë. Nuk e kanë problem, por janë shumë të lumtur, të kënaqur në atë që duan të bëjnë, duan të arrijnë në fushën e karrierës së tyre. Kemi në anën tjetër kemi peshqit ku dielli ndodhet në shenjën tuaj, ku nga dreka e tutje, ku do keni mundësi dhe rëndësi të veçantë në lidhje me takimet dhe vendimet që juve mund të merrni. Por para se të fillojmë bashkimin e 12 shenjave zodiakale, të hedhim një sy bustullës astrologjike, çfarë na mëson për sa përket kësaj dite dhe çfarë duhet të bëjmë që neve të mos gabojmë. Kemi këtu hartën astrologjike, ja pra siç e shikoni, tu kemi me ndikimin dhe me ndryshimet të mëdha që vijnë. Pra po shikoni këtu, ja pra ku kemi këtu. Këtu kemi peshqit, e shikoni dhe juve. Ku e kemi diellin? Ja pra po shikoni diellin këtu, domethënë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë, sepse dielli është në kufi me peshqit, por këtu do të thotë sepse është nga dreka futet në shenjën tuaj, pra në shenjën e peshqeve. Këtu është hëna, këtu kemi Mërkurin, këtu kemi dhe ndikimin e Saturnit dhe Neptunit, ku kanë ndikime shumë të mëdha në gjitha gjërat që ndikohen në anën tyre. Kemi gjithmonë edhe çështjet e tjera që ndikojnë në këtë drejtim, por gjithashtu ka të bëjnë edhe me ndikimin e mesqellorit, pra që jep dhe mundësira që është në shenjën e Virgjëreshës dhe të ndryshimeve. Por nëse flasim për sa përket çështjeve që kanë bëjnë me shenjën që lidhet shumë me shenjën e peshqeve, ka të bëjnë dhe ujorët në një farë mënyrë shenja e ajrit, por dhe Jupiteri nga Gaforia na jep mundësi dhe rëndësi të veçanta në ndryshime dhe në vendime që do të marrim. Para se të fillojmë parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja rosh shkon atje. Atë ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson, sidomos në çështjet që kanë të bëjnë me punën ose ndryshim pune, koha e përshtatshme, ose keni pas një ndarje, kur është koha e përshtatshme për bashkim, kur është koha për shkëmbim unazash, apo kështu me radhë, sepse ka të bëjnë shumë ndryshimet dhe ndikimet të mëdha që vijnë drejt jush dhe mundësit që ju jepen. Pra, nëse juve dëshironi në raste të tilla, sidomos edhe për kohën kur ndodhin gjëra, sepse ka të bëjnë shumë edhe periudha kur ndodhin fenomenet dhe ndryshimet e gjëra të tjera. Duke të klikuar, shkoni tek po ta shikoni, kemi sekretarin në krahun tjetër, atje është një dritare, dhe aty mund të vendosni të dhënat, emailin tuaj dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve, çdo të mërkur, e ritheksoj, sepse edhe 2 ditë do jemi live përsëri me shumë gjëra të tjera, shumë ndryshime që do bëjmë dhe kohën e duhur që juve do të keni në çështjet që lidhen me gjithçka ju intereson, duke bërë pyetje në pyetje-përgjigje, e merrni përgjigje direkt drejt për së drejti. Dhe atje kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit.
Për sa përket shenjës së dashit, të duket se dashi nga një anë ka shumë gjëra për të thënë, shumë gjëra për të rregulluar, sepse stabilizimi, konkretizimi, lidhjet, mundësitë, periudha që ndodhin fenomenet është një moment mjaft i mirë dhe tepër stabilizues në gjërat që ju e keni në mundësitë që juve ju jepen. Gjithashtu ka të bëjnë me fushën ekonomike financiare, sepse ka një ndikim mjaft të mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime shumë të rëndësishme, sepse ka të bëjnë edhe me një takim, ka të bëjnë edhe me një ndryshim shumë të madh në lidhje me punën tuaj, në lidhje me ndryshimin e madh që juve keni, sepse duke pasur parasysh muaj i shkurt dhe ndryshimet të kësaj dite duket se ka të bëjnë me sekrete të brendshme në fushën e karrierës dhe të biznesit tuaj, për sa i përket gjërave që lidhen dhe punën tuaj. Në fushën e dashurisë duket se një rast shumë pozitiv dhe një sprov shumë e vërtet që juve do dilni faqebardh nga një dashuri e munguar, sidomos me peshore dhe me akrep. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e demit. Çfarë ndodh në shenjën e demit dhe ku me demët përkushtimi dhe miqësitë? Rrethi njerëzor dhe jo vetëm kaq, sepse do lidheni shumë me çështjet e reja të punës. Demi gjithmonë ka qenë një hapara së vërtetës dhe të respektit që gëzon nga ana tjetër dhe është një mundësi shumë e mirë tani për sa i përket të punës juaj aktuale dhe një mundësi shumë e artë që do të keni tani tutje kur është problematika dhe ndryshimi i madh që juve keni, sepse demi gjithmonë ka qenë dhe mbetet mjaft historik në ekonomi dhe në punën e tyre ku kanë mundësinë e artë për të zhvilluar dhe ndryshuar shumë gjëra. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bën me Dem të 10 të parë, me Ujor të 10 të tretë, është perfektja dhe mundësia e artë që juve do keni tani e tutje. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, duket se karriera është në qendër të vëmendjes, por dhe presioni nga detyrimet. Ndikimet që kanë bërë për juve binjakë të dashur kanë bërë me një ndikim shumë të madh. Kjo ditë është një ditë shumë me rëndësi të veçantë për sa i përket planeve, për sa i përket çështjeve që ju keni dhe në lidhje me ndikime të mëdha në fushën e punës ose disa blerje që nuk është koha për momentin, nëse keni mundësinë që juve të shikoni çfarë do të bëni dhe marrëdhëniet kyç që ka të bëjnë me punën tuaj, por disa takime që do të keni, disa gjëra që janë shumë pozitive. Madje është momenti dhe koha e duhur për sa përket zhvillimeve, ndryshimeve të mëdha që ju keni tani tutje, ku është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv për stabilizuar anën ekonomike dhe stabilizimin e ndryshimeve të mëdha që ju keni. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetarët e 10 të parë që keni përballë me luan të 10 të tretë, është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Gafore dashura duket se pikërisht një ndikim që ka të bëjë do thotë stresi financiar, por dhe sprova të lidhjes së punës ose diçka të re që juve prisni, nuk po realizohet atë ku doni, një moment mjaft i mirë dhe pozitiv do ta thosha unë, sepse ka të bëjë edhe me periudhën ku ndodhi fenomene, se duke pasur parasysh edhe mundësitë edhe koha e duhur në stabilizim ekonomike, në çështjet që kanë të bëjnë me anën e besimit, sepse riorganizimi i brendshëm dhe nevoja urgjente për sa i përket çështjeve që juve keni lënë pezull, dhe mos çështjet ligjore, dhe mos çështjet që kanë pasur shumë çështje të pazgjidhura më përpara, por vjen një moment tani ku juve i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjidhjen e duhur në anën ekonomike, zgjidhjen e duhur në çështjet që lidhen me anën e financave dhe me biznesin tuaj, sepse është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me anën ekonomike dhe me dashurinë. Në lidhje me dashurinë, duket se ka të bëjë shumë me dashë të 10 të parë dhe me briqap të 10 të tretë, ku është një mundësi shumë e mirë, tepër pozitive për të bërë zgjedhjen e duhur në kohën e duhur, sepse ka të bëjë shumë me gjërat që juve kërkoni dhe dëshironi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Me luanët duket se marrëdhëniet dhe partneritetet në plan të parë. Dita e sotme është një ditë shumë e rëndësishme për sa i përket nga dreka tutje, ku ndikimi i diellit në peshk na jep mundësinë dhe periudha e duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet të mëdha që vijnë drejt jush. Duke pasur parasysh, mbasditja është shumë e rëndësishme për sa i përket punës suaj, për sa i përket karrierës suaj dhe ndryshimit të madh që po vjen.
në çështjet që lidhen me udhëtimin, disa parat pa marrë i merrni, një moment të mjaft i mirë dhe shumë pozitiv për të zgjidhur problemin tuaj, problemin nga më të ndryshme dhe problematika të ndryshme që keni të bëni, por dhe një mundësi shumë e artë që është tani e tutje, është dhe koha e duhur për stabilizimin dhe ndryshimin e madh në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçka parë, me ujortë dhe diçka të tretë, është koha dhe besimi që ju e keni në raste konkret dhe është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi ndryshimet dhe stabilizimet tuaja. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëresha duket se ka të bëjnë shumë lidhje me anën e punës, lidhje me disa dashuri të munguara, në lidhje me jetën tuaj private, personale, meqense dalin pak a shumë në pa disa probleme nga e kaluara, do ishte mirë të mbyllen një herë e mirë disa probleme ose ata që nuk ju duhen mos t'i mbani kot për t'ju prishur Terezinë ose ekuilibrin tuaj, por është mirë që juve t'i stabilizoni në kohën që dëshironi dhe mundësitë që ju jepen, sepse periudha që ndodhin fenomenet, momente që juve keni dhe periudha që është më e mira e mundshme e dobishme për juve, ka të bëjnë shumë me disa ndryshime. Në ciklin e miqësisë dhe të çështjeve që ka të bëjnë me bashkëpunëtor ose çështje punës, mos keni frikë të merrni përsipër gjëra të rëndësishme, sepse roli juaj është udhëheqës, roli juaj është kryesori për virgjëreshat dhe virgjëreshat kanë menaxhimin financiar dhe kanë një menaxhim perfekt në punën e tyre, në struktura të ndryshme që juve do merrni përsipër nga tani e tutje. Në çështjet e dashurisë, edhe pse një problematike e vogël që keni pasur para disa kohëve, duke se tani është momenti dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në kohën e duhur. Lidhjet që kanë bënë në dashuri duket se me ujortë dhe diçit të parë, me dëmtë dhe diçit të tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Peshore dashura, duket se kjo periudhë është periudha që lë mbresa në ato çka doni të bëni, nga ato çka keni bërë dhe mundësi dhe koha është arti juaj, është mundësia juaj, është ajo çka keni, ajo çka doni të përcaktoni në fushën e karrierës suaj, në fushën e ndryshimit tuaj, sepse është një moment mjaft e mirë, hapni një faqe të re, një rrugtim të ri në lidhje me takime, në lidhje me ndikime të mëdha për sa i përket të peshores, sepse peshoreja duket se komunikimi dhe mjedisi mund të bëni një udhëheqës perfekt në punën tuaj, në lidhje me bizneset të reja që mund keni, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim unë, është një mundësi shumë e artë për sa i përket gjërave që doni të bëni, gjëra që doni të rregulloni, sepse jeni regulator të asaj çka doni të bëni, regulator të asaj çka keni si mundësi e artë për marrje vendimesh të rëndësishme në kohën e duhur. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar peshore dashura, por për të gëzuar në atë që vë kërkoni. Në lidhje me dashurinë, duket se ka të bëjë shumë me luantë dhe diçit parë dhe me binjak të 10 diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Ritmet e jetës së përditshme do të jenë shumë intensive, për sa përket kësaj dite, por ndikimi që ka të bëjë në çështjet familjare kërkojnë zgjidhje dinamike, sepse mirë është për ditën e sotme të tregoni diplomaci, sepse diplomacia gjithmonë zgjidh problemet e mëdha ose ato që janë akoma në fjetje. Prandaj do të shikoni çfarë do të bëni, do të shikoni se çfarë do të keni, por megjithatë kjo do thotë do jetë diçka shumë pozitive se do mendoni për të ardhmen tuaj dhe në çështjet të rrethit tuaj profesional, personal, çfarë doni të bëni. Megjithatë, është koha e transformimit personal në fusha të rëndësishme të jetës suaj, sepse ka të bëjë shumë edhe me takime dhe me ndryshime të mëdha në lidhje me takimet e punës dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë dhe me peshk të diçit të tretë, duke se keni një mundësi shumë të rëndësishme, edhe pse me peshk ka të bëjnë shumë me shenjën tuaj, sepse ndikimi i shenjës së ujit ka një mundësi shumë të mirë në këtë drejtim. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shijetari. Për shigjetarë, duket se vlerësimet financiare keni kujdes, sepse mund keni dhe disa çështje të rrema që mund flitet shumë për juve, por nuk është ajo çka pritet. Kontaktet dhe udhëtimet, por dhe njohjet të dobishme që do keni pikërisht në ditën e sotme, në këtë ditë shumë ditë e rëndësishme për sa i përket dita e nesërme, sepse ne bëjmë parashikimet një ditë parë, ju keni parë dhe dini këtë gjë. Është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Në çështjet e shtëpisë të familjes kërkohet vëmendje, sepse dashuria dhe gëzimi, kreativiteti dhe frymëzimi janë dy gjëra kryesore në lidhje me jetën tuaj, në lidhjen personale dhe atë të punës suaj që do të keni shumë gjëra. Rutina dhe lodhja emocionale dhe fizike do t'ju bëjnë që të ndjeni shumë të rëndësishëm
për të ardhmen tuaj, sepse marrëdhënia dhe zhvillimet që kanë bëjnë do të ndryshojnë dhe do të zhvillohen, sepse ka të bëjnë me pastrim emocionale, me ishen, mirë është që të përfundoni një herë mirë problematika që keni pasur, sepse horizontet e reja, propozime dhe vende të lira pune profesionale do t'i keni tani dhe në lidhje me dashuri. Karriere dhe prestigje, këtu vendosin kufijit për konkurrentët, mbështetje pa kushtësuar nga miqtë dhe nga puna juaj e vërtet, dhe ajo që do është tek juve është vlerësimi, dhe vlerësimi bën diferencën e madhe në anën tuaj. Gjithashtu ka të bëjë dhe me një ngritje personale dhe optimizëm në lidhje me punën tuaj, por dhe i dashuria e re është në prag për sa i përket çështjeve, sidomos me lidhje që ka të bëjnë me bricap, ka të bëjnë me peshk, ka të bëjnë me virgjëresht dhe diçit parë, ku është mundësi shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për bricapët duket se vendimet që marrin në marrëdhënie shumë të rëndësishme, lidhe me prioritet ekonomike, ndikimet shumë të mira në punë, në karrierë, në ndryshime të mëdha, por dhe ana e punës suaj. Ajo çka do duket ka të bëjë shumë me frymëzimin që jep kjo ditë dhe kujdeseni shumë për veten sepse është koha më e miramueshme dhe më e qarta në atë çka bëni dhe në lidhje me takimet e punës. Dhe ëndra juaj është ekonomia, stabilizimi, ndryshimi dhe vëmendja juaj që juve keni. Është momenti dhe mundësia më e mirë në fushën e karrierës, në fushën e punës dhe jo vetëm. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e dhjetit të parë, me shigjetarët e dhjetit të tretë, ka një surprizë shumë të madhe, sidomos me gafore, një shtatzani është e mundur të ndodhi. Shkojmë tek shenja e radhës dhe tek shenja e temave të mëdha, që do të thotë shenja e ujorëve. Për ujorët duket se ndryshime dhe ndikime shumë të mëdha që ka të bëjnë në proceset e ndikimit të madh ekonomiko-financiar, ka të bëjnë shumë dhe në lidhje me biznesin, sepse ka të bëjnë me minutën e fundit që juve do të vendosni, dhe kjo jo vetëm se marrëdhëniet vijnë në provë, por dilni shumë të fituar. Çdo gjë që shkëlqen është mundësia, por jo çdo gjë që shkëlqen është arë. Prandaj shikojeni në anën tjetër, sepse ka të bëjnë shumë me mundësitë që ju jepen, dhe një mundësi që ju vjen është vërtet e florinit, është vërtet që shkëlqen dhe duhet ta merrni si të mirëqen dhe të esni përpara. Financat e palëve të treta që ju shkaktojnë disi dhimbje koke, duke se do të zgjidhen, sepse udhëtimi dhe kërkimi i kuptimit do të thotë puna, do të thotë stabilizimi i saj. Karriera në lëvizje dhe rinisje dinamike do të thotë mundësi, do të thotë stabilizim. Dhe jo vetëm kaq, por do keni edhe mbështetje nga njerëz të rëndësishëm që juve të shenjës së ujorit i keni këto mundësi dhe mund t'i stabilizoni siç juve dëshironi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashjet e dhjetit të parë, me ujor të dhjetit të tretë, pra ujor me ujor të dhjetit të tretë, ka diçka surprizuese. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshqit. Peshqit dashur duket se thellësia e brendshme e shpirtit, rishikimi emocional, ëndrat tuaj që bëhen realitet në karrierë, në punë. Kemi diellin në shenjën tuaj, që do thotë është ndikimi më i madh, sepse keni pasur para disa muajve një pasiguri financiare, por vjen momenti tani që kjo hiqet nga mendja juaj, sepse idetë emocionuese, mundësitë që do të keni, familje dhe e kaluara përfundojnë në çështje të ndikuara, prandaj keni kujdes sepse në flirtime ose ju që nuk jeni gati për diçka të tillë, shikojeni në detaje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe dhjetit të parë, me ujorët e dhjetit të tretë, është koha më e mirë e mundshme dhe tepër pozitive. Përgjithshmja ka të bëjnë me anën ekonomike, ka të bëjnë dhe me disa ndryshime shumë të mëdha financiare, biznesi dhe karriere. Është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar një gjë të tillë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshorët e dhjetit të parë, ujorët e dhjetit të tretë, është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 18 shkurt 2026. Pas të ndajmë bashkë, unë nërkujtoj edhe një për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodhen në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, kemi pikërisht të faqen këtu. E shikoni, e klikoni dhe shkoni tek sekretaria dhe atje pastaj mund të shikoni dhe të vendosni emailin tuaj për paketin që keni bler dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që jemi drejt për drejt me juve dhe doni që të dërgoni një mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe. Nga Unë Ropulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.